Bashkia Maliq vijon ndërhyrjet për përmirësimin e kushteve të jetesës për komunitetet në nevojë përmes projektit për riparimin e banesave. Ky projekt realizohet në kuadër të bashkëfinancimit mes Bashkisë Maliq dhe Ministrisë së Ekonomisë e Inovacionit, me synim për të ndihmuar familjet me vështirësi ekonomike. Në total, për këtë vit janë identifikuar 39 banesa që kanë nevojë për ndërhyrje, ndërsa deri në këtë momente janë riparuar 10 prej tyre. Punimet kanë përfshirë ndërhyrje të domosdoshme për të parandaluar amortizimin e mëtejshëm të banesave dhe për të garantuar kushte më të sigurta e më dinjitoze jetese për familjet përftuese. Përfaqësues të Bashkisë Maliq bëjnë me di se gjatë viteve të fundit, institucioni ka kontribuar në rehabilitimin e shumë banesave të tjera, në kuadër të politikave sociale që synojnë mbështetjen e shtresave më të ndjeshme të komunitetit. Ky projekt vlerësohet si hap i rëndësishëm në përmirësimin e standardeve të jetesës dhe në forcimin e mbështetjes sociale në territorin e Bashkisë Maliq, ndërsa ndërhyrjet do të vijojnë edhe në banesa të tjera të planifikuara sipas prioriteteve të përcaktuara.